Erion Veliaj kërkon mbylljen e CNA-s, një rast flagrant që cenon lirinë e medias, duke raportuar artikujt denoncues rreth. Artikulli i raportuar është një artikull politik, një qendrim publik i shkruar në vitin 2024, ku sipas pretendimeve është raportuar për shkelje të drejtave të autorit. Në fakt, ky është një raportim i rrem, pasi CNA gëzon të gjitha të drejtat edhe të fotos, e cila është në pronësi të kompanisë LSA, edhe të videos që ne kemi cituar Top Channel. Erion Veliaj ka bërë raportime të rreme dhe këto raportime të rreme çojnë në një dëm pasi mund të çojnë deri në mbylljen e CNA-s, dhe ky duket të jetë qëllimi i Erion Veliaj, jo thjesht raportimi i një shkrimi të caktuar. Aktualisht, Erion Veliaj ndodhet në burg. Duhet të sqarojmë se për çështjen e inceneratorit të Tiranës ende hetimet nuk janë mbyllur. Megjithse Erion Veliaj ka patur një pretendim tjetër. Ai është i denoncuar për këtë çështje dhe ka ende hetime. Erion Veliaj ndodhet në burgun e Durrësit me 13 akuza për korrupsion, ndërkohë që po studiot e tij ligjore të angazhuara me paratë e paguara nga vëllai i tij dhe paratë që i vëllai merr nga kompanitë reklamuese, të cilave u do ofron dhe shërbimin dhe ju jep tendera Erion Veliaj, raportojnë CNA dhe fjalën e lirë. Ky është një rast flagrant. CNA e denoncon me forcë dhe thekson se do të vazhdojë çdo betejë me kryebashkiakun e shumë akuzuar të Tiranës, se çështjen do ta çojë dhe para drejtësisë amerikane për këto raportime të rreme, të cilat cenojnë fjalën e lirë, lirinë e mendimit dhe të drejtën e informimit, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në SBA. Kushdo që është përfshirë në këtë raportim të rrem do të përballet para ligjit dhe do të paguajë dhe kostot financiare për gjithçka, për çdo veprim të papërgjegjshëm që ka kryer për qëllime politike dhe kundër fjalës së lirë. Ky është artikulli ku kemi cituar Top Channel dhe fotoja e përdorur në këtë artikull është me leje dhe është në pronësi të LSA-s.